Përshëndetje, jam Ulta Rexhepi dhe së bashku do të flasim për konvertimet midis bazave të ndryshme numerike. Në përgjithësi, kur flasim për konvertimet, sidomos konvertimet nga sistemi numerik dhjetor në sistemi numerik binar, oktal apo heksadecimal, procesi është shumë më i thjeshtë se sa që e mendojmë. Nëse dëshirojmë të kthejmë një numër dhjetor në numër binar, shifrën e dhënë kemi për të pjesëtuar me bazën e sistemit numerik përkatës. Në këtë rast kemi numrin binar, kemi për të pjesëtuar shifrën e dhënë me bazën 2. Kjo shka në mënyrë të përsëritur, derisa rezultati final të jetë 0. Pastaj të gjitha mbetjet nga pjesëtimet që kemi bërë, kemi për t'i bashkuar në anën e kundërt, pra nga poshtë lart. Dhe kështu kemi fituar numrin e konvertuar në binar. I njëjti proces vlen edhe nëse dëshirojmë të konvertojmë numrin dhjetor në numër oktal apo heksadecimal, vetëm se baza me të cilën kemi për të pjesëtuar shifrën e dhënë ndryshon. Tek sistemi oktal është baza 8 dhe tek sistemi heksadecimal është baza 16. Dhe në fund, pra kemi për t'i bashku shifrat nga poshtë lart dhe kemi për të fitu numrat e konvertuar. Nëse dëshirojmë të kthejmë një numër binar në numër decimal, ky proces është shumë i thjeshtë se sa ai më herët. Këtu kemi për të shumëzuar secilën shifër me bazën 2 në fuqi me vendin e secilës shifër. Pra fillojmë nga shifrat më pak të rëndësishme, nga ana e djathtë, 2 në fuqin 0, 2 në fuqin 1, 2 në fuqin 2 e kështu me radhë. E njëjta vlen edhe nëse dëshirojmë të kthejmë numrin oktal në numër dhjetor apo numrin heksadecimal në numër dhjetor. Këtu ndryshon baza me të cilën kemi për të shumëzuar shifrat. Tek numri oktal është baza 8 dhe tek numri heksadecimal është baza 16. Me radhë kemi konvertimin nga numri binar në numrin oktal. Kjo bëhet përmes ndarjes së shifrave prej 3 bitësh, pra secili grup prej 3 bitësh ka nga një shifër të caktuar në tabelën oktale. Vetëm kemi për t'i bashkuar shifrat dhe do të fitojmë numrin e konvertuar. E njëjta vlen edhe nëse dëshirojmë të kthejmë numrin binar në numër heksadecimal, vetëm se këtu kemi për të bërë ndarjen prej 4 bitësh. Pra shifrat do t'i ndajmë në grupe prej 4 bitësh dhe pastaj përmes tabelës heksadecimale kemi për t'i deshifruar në një farë forme shifrat edhe do të fitojmë numrin e deshifruar. Në vazhdim kemi edhe konvertimin nga numri oktal në numrin binar. Ky proces është shumë më i thjeshtë pasi që edhe kjo bëhet përmes tabelës oktale. Këtu kemi për t'i shikuar shifrat e dhëna dhe pastaj t'i gjejmë në tabelë. Pra secila shifër ka nga një grup prej 3 bitësh. Kemi për t'i bashku shifrat dhe fitojmë numrin e konvertuar. E njëjta vlen edhe nëse numrin heksadecimal dëshirojmë të kthejmë në numër binar, edhe këtu vetëm kemi për t'i shikuar secilën shifër dhe pastaj në tabelën heksadecimale ekziston për secilën shifër nga një grup prej 4 bitësh, pastaj kemi për t'i bashku shifrat dhe fitojmë numrin e konvertuar. Pastaj, nëse dëshirojmë numrin oktal të kthejmë në numër heksadecimal, kjo nuk bëhet në mënyrë të drejtë për drejtë. Së pari duhet të kthejmë numrin oktal në numër binar, pastaj nga numri binar duhet të kthejmë në numër heksadecimal. E njëjta vlen edhe tek numri heksadecimal. Numrin heksadecimal fillimisht duhet të kthejmë në numër binar, pastaj nga numri binar ta kthejmë në numër oktal. Të dyja bëhen përmes tabelave. Tek numri oktal bëhet duke shikuar tabelën prej 3 bitësh, tek numri heksadecimal bëhet duke shikuar tabelën prej 4 bitësh. Kaq është sa i përket konvertimeve midis bazave ndryshme numerike. Faleminderit për vëmendjen.